Dua të di, kolonel, po e nis me ju, nga ana teknike dhe ushtarake si fillim, çfarë ishte ky operacion? Çfarë dihet konkretisht për mënyrën si u kap Maduro dhe si u deportua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po më pyesni në aspektin taktik apo në aspektin strategjik? Taktik dhe ushtarak, po, taktik dhe ushtarak si fillim. Ishte një operacion kompleks i cili në gjykimin tim do të futet në librat e historisë për ekzekutimin e operacioneve speciale, sepse kemi pas një koordinim perfekt të operacioneve të inteligjencës, operacioneve speciale dhe operacioneve të luftës kibernetike, në cilën përfshihet një stër nën operacionesh. Po dhe regjia mund ta ndihmoj pak me planet nëse i ka gati. Po, zoni Demiraj, kolonel, si është e mundur që një president i një shteti të kapet kaq lehtë nga një forcë e huaj, brenda shtëpisë apo fortesës së tij? Ku kap njerëz si fillim? Sepse në mediat ndërkombëtare kam lexuar 46 sekonda ju deshën që të kapej. Ai dhe bashkëshortja. Ky është një operacion i cili përfshin përgatitjen, planifikimin për një kohë gjatë të një strukture 15 agjensive të inteligjencës amerikane, duke aplikuar me agresivitet 5 llojet e inteligjencës, inteligjencën njerëzore, elektronike, të sinjaleve, gjeohapësinore dhe inteligjencën imazhore, që do të thotë gjatë gjithë kohës detyra kryesore ishte mbajtja nën kontroll e hapësirës ajrore, e sistemeve të mbrojtjes ajrore, e sistemeve të luftës elektronike, një pjesë e madhe e cilave në mënyrë të veçantë gjatë vitit 2024 dhe 2025 të instaluara, të dislokuara nga mendimin e Federatës Ruse dhe të Kinës. Në aspektin e aftësive dhe kapaciteteve ushtarake, Venezuela, edhe për shkak të territorëve të mëdha, të territorit të madh, ka pas të instaluar ka pas asistencë ushtarake, teknike, inteligjence, të luftës elektronike, të mbrojtjes kundërore, por edhe të sistemeve të tjera përfshirë këto qendrat e komandim kontrollit të komunikimit. Për shkak se në mënyrë të veçantë pas konfliktit 12 ditor midis Izraelit dhe Iranit, Venezuela kërkoi nga Kina për dërguar një set pajisjesh komunikimi dhe inteligjente. Ajo që vlen theksohet është sepse ky operacion është rezultat i një sër masësh të CIA-t dhe DIA-t, pra Agjencisë Qendrore të Inteligjencës dhe Agjencisë të Inteligjencës Ushtarake Amerikane, e cila arriti të deportojë deri tek grupi personal i bodyguardëve të Maduros, duke rekrutuar 3 prej tyre dhe pastaj më pas numri tyre filloi duke u rrit në shkëmbim të dhënies pasaportave, në shkëmbim të dhënies një shumë shumë të madhe parash. Ju dini që ka pas një çmim prej $50 milion për presidentin, 25 për ministrin e brendshëm. Dhe ky operacion tregoi edhe herë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i vetmi vend që ka aftësi dhe kapacitete për të koordinuar dhe integruar 15 agjencitë të inteligjencës së bashku me 5 llojet kryesore të metodave, pra të mënyrës se si realizohet ky operacion në drejtim të inteligjencës dhe integrimit tyre me forcat speciale, me forcat ajrore, toksore, detare, hapësinore, komandën hapësinore dhe komandën e luftës kibernetike. Kolonel, sa forca ishin dislokuar në Venezuelë dhe çfarë është kjo njësia speciale që u përdor Delta Force? Atëherë nëse do të flasim për sa i përket teknikave ose mënyrës fazave të operacionit special, 4 janë fazat kryesore. Kemi pas fillimisht faza kryesore është infiltrimi, e dyta është veprimet që quhen në objekt për asgjësimin ose arrestimin e personelit mbrojtjes, pra deportimi tek rrafët e sigurisë, të cilët në rastin konkret kanë qenë jo më pak se sa 5 rrafë sigurie, por që inteligjenca amerikane kishte arritur që të siguronte paaftësimin e brezit jashtëm, duke koordinuar siç thash. Po kështu edhe me brezin e dytë dhe brezin deri tek
2 bodyguardët të cilët kanë qenë brenda. Sigurisht, nuk kanë qenë 100% e ekipit bodyguardëve